Fluksi i lartë i turistëve që kanë zgjedhur përmetin gjatë kësaj vere është shoqëruar edhe me një rritje të kërkesave për shërbimin shëndetësor. Vizitorë vendas dhe të huaj janë drejtuar qendrave shëndetësore për problematika të ndryshme. Në të gjitha qendra shëndetësore është i shpërndar udhëzimi, si dhe janë të afishuara dhe tarifat që duhet të paguajnë nëse personat ose turistët e huaj nuk janë të pajisur me kartën e sigurimit. Kemi një rast që di që është paraqitur pranë qendrës shëndetësore të Petran Çashov, i është dhënë ndihmë aty. Gjithashtu ne kemi organizuar dhe për banjat e banjës të ofrohet shërbim nga personeli infermieror dhe gjatë ditëve të pushimit, gjatë ditës së diel, sepse në ato ditë e shtunë dhe ditë e diel ka një fluks të lartë të vizitorëve pranë këtyre banjë. Sipas shefes së shërbimit shëndetësor, Valbona Lipe, deri më tani janë trajtuar një sër rastesh, por të gjitha kanë qenë të menaxhueshme. Kryesisht që paraqiten janë të themi problemet e tensionit që ankojnë për marrje mendsh, të themi, dhe ndjenje të vjellit, si dhe themi dhe rastet e gastroenteritëve. Por që kanë pasur zgjidhje dhe kanë qenë raste të lehta, nuk kanë qenë raste problematike, të themi, që mund të kërkonin trajtime të mëtejshme. Ndërsa përmeti vijon të mirëpres çdo ditë vizitorë të shumt, strukturat shëndetësore mbeten të angazhuara për të garantuar një shërbim të shpejtë dhe cilësor për të përballuar me sukses fluksin e shtuar të sezonit veror.